Nderuar shikues, mirë se takohemi edhe sonte në këtë emision në të cilin po trajtojmë tema, dilema, diskutime rreth çështjeve të agjerimit përkitazi me muajin e bekuar të Ramazanit. Sonte do të flasim për disa lloje të agjerimeve të cilat fetarisht janë të ndaluara ose të papëlqyera. Dhe për këtë temë kam të ftuar hoxhën e nderuar, doktor Muhammedin, i cili i dëshiroj mirëseardhje. Hoxhë, mirë se erdhe. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Hoxhë, me ty do të diskutojmë për temat e agjerimit të ndaluar. Tu e di që realisht feja na inkurajon i agjerimin, madje na ka bë obligim muajin e bekum të Ramazanit, që e dim krejt. Po aq sa na inkurajon feja për agjerim, në disa raste edhe na ndalon. Edhe ne si besimtar duhet të pajtohemi edhe me urdhrin edhe me ndalesën. Çush duhet me trajtu këtë koncept fillimisht? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Padyshim se agjerimi është një prej ibadeteve më madhore të Islamit dhe është një prej shtyllave të Islamit dhe kanë ardhur shumë hadithe, ashtu edhe ka ardhur disa prej ajeteve kuranore në të cilat Allah Azza wa Jall tregon për agjerimin, për obligueshmërinë e tij dhe për disa prej vlerën e tij, për urtësitë e agjerimit. Dhe pastaj kjo tregon se, do të thonë, besimtari ka për obligim që një nështru, me u bind Allahut Azza wa Jall dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato që kanë urdhëruar se edhe nëse kanë ndaluar nga diçka, sepse bindja plotë është nuk është vetëm në urdhëresa, por është edhe në ndalesa. Kur ka ndaluar Allahu Azza wa Jall nga diçka, atëherë edhe kjo hyn në bindjen tonë ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk mund të them besimtari agjerimi është i vlefshëm, i rëndësishëm, edhe unë du ma agjëru kur du, kur të kam qef. Por duhet më përmbajt. Duhet më përmbajt rregullave, se ka situata kur është ndaluar. Kjo është tema që kemi me diskutu. Cilat janë hoxha ato situatat më rigoroze në aspekt që ndalohet për besimtarin, edhe nëse ka vullnet, edhe nëse ka shnetin, edhe nëse ka dëshirë, por duhet më thonë ndal agjerimit. Janë disa lloje të agjerimit të cilat janë të ndaluara, që dietarët i kanë përmendur duke bazuar në ajetin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket aty në agjerimet të ndaluara, këto mund me ndonë në dy lloje. Agjerimet të ndaluara të formës së prerë, që në kupton se muslimani e ka haram me agjeru, dhe agjerimi ka sevap nëse agjeron. Jo, ka veç ka gjuna. Domethënë ka gjuna me agjeru. Për arsye se është një vepër e tillë është ndaluar, mirë po ka disa lloje të agjerimeve të cilat janë tash shkollës më të nuk janë të formës së prerë, janë në kategorisë më të ulët, që do të thotë janë të papëlqyeshme, që nëse besimtari i lën ato, domethënë nuk i vepron, nuk i agjeron ato kohë, atëherë ka problem. Mirë po nëse i vepron, nuk ka ndëshkim. Mirë po është e papëlqyeshme. Është e papëlqyeshme që thuhet në atë terminologjinë islame janë mekruh. Mirë. Cila është e më rigorozja që aty domethënë nuk ka dilemë, është as të dietarët se s'bën me agjeru? Ka në hadithe të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga agjerimi i ditës së Fitr Bayramit dhe të Kurban Bayramit. Dhe për këtë kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pak këtë temë. Kanë ardhur hadithe të shumta që në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam decisive ka është ijtihadi fuqaha. Jo, bile ka konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje se është ndaluar që besimtari të agjerojë ditën e Bayramit, ditën e Fitr Bayramit dhe ditën e Kurban Bayramit. Dhe kanë ardhur këto, domethënë kjo ndalesë në për hadithe të shumta, shumë tyre janë në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Për shembull kemi hadithin e Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ka thënë nha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayn, yawm al-fitr wa yawm al-adha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka ndaluar nga agjerimi i dy ditëve, e ditës së Fitr Bayramit dhe ditës së Kurban Bayramit. Dy festat e musliman kur duhet me manifestu, me ngrënë, me u gëzu,
Nuk lejohet aty me agjëru, me thonë, po e vazhdoj unë se është mirë se vapa agjërimi. Ja, po, është ndalume. Ka ardhur në hadithin e Aishës në Sahih Muslim edhe hadithet e Umar ibn Khattabit, Ibn Umayrit edhe hadithet e tjera të shumta të sahabëve radhiyallahu anhum. Në cilën në hoxhë është trajtuar prej sahabëve në mënyrë masive, është njohur me transmetim, nuk është veç që ka një transmetim. Edhe për asaj në mbështet, po ka më shumë se një transmetim. Vetëm në Sahihun e Buhariut edhe të Muslimit, domethënë janë 4 ose 5 transmetime. Po ashtu edhe në koleksionet e tjera ka domethënë transmetime të shumta. Dhe ka ijma konsensus të dietarëve sa i përket kësaj çështje. Mirë shumë. Përveç mirë, kur folim për Bajramin, të na Bajrami madh, Bajrami vogël, 3 ditë, 5 ditë, cilat janë ato ndalesat në agjërim? Se përket fesës Bajramit, fetarisht edhe për nga tradita që është manifestohet të na. Se përket fesës Fitr Bajramit, është ndaluar vetëm dita, të agjërohet vetëm dita e Fitr Bajramit, domethënë dita e parë e Bajramit. Ndërsa sa i përket ditës ose ditëve të Kurban Bajramit, në këto hadithe ka ardhur decidivisht domethënë përmendja e ditës së parë të Kurban Bajramit, mirë po në disa hadithe të tjera është përmendur edhe që ka ardhur ndalesa nga agjërimi i ditëve që quhen ndryshe Ayamut Tashrik, është dita e dytë e Kurban Bajramit, e treta dhe e katërta, ose respektivisht nëse i kthejmë edhe me domethënë hijri, vjen dita 11, 12 edhe 13. Te më kthy pak te dita e Bajramit, me që mas Bajramit na jemi të inkurajum me agjëru ditët e Shevalit. A i bjen ajo që nëse një person fillon me njëherë ditën e dytë Bajramit, është në rregull apo duhet me prit manifestimin 2-3 ditë të fesës Bajramit? Fetarisht apo varësisht nga kultura dhe tradita e një populli. Fetarisht është e lejuar, domethënë se s'ka kurrë nuk hen gjëna, nuk ka kurrë ndalesa, mirë, po tash kur vi mysafirët ose domethënë dikush e ka ndonjë ceremoni ose diçka pritin e mysafirëve, shkurin mysafir, ndoshta mund të duket se janë fleksibil, nuk është se duhet me një herë me ngjit me ditën e Bajramit. Jo, nuk është gjatë gjithë muajit kemi hapësirë. Mund me agjëru gjatë gjithë muajit, mirë, po më mirë është me agjëru sa më shpejt. Domethënë sa më shpejt. Mirë, përmend hoqë pjesë ndalesës janë edhe Ayamut Tashrik. Çka janë ato ditë pak për shikues që nuk janë dashur shumë njohur me terminologjinë fetare? Cilat janë ato ditë? Edhe a është fjala këta për ata që janë haxh apo edhe për tjerët apo si është veprimi? Ayamut Tashrik ose ditët e Tashrikut janë, siç e përmenda më herët, janë dita 12, 13 ose dita 11, 12 dhe 13 Dhul-Hijjes, ose respektivisht dita e dytë e Kurban Bajramit, e treta dhe e katërta e Kurban Bajramit. Sepse ditën e parë na veç e krytëm, dita e parë e Bajramit kemi dhe lejueshmëri me agjëru. Po? Sa përket ditë këtyre ditëve të Tashrikut, janë quajtur ditë të Tashrikut për arsye se muslimanët, ata të cilët shkojnë në haxh, muslimanët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pasur zakon që mishin e kurbanit, të cilin kanë therrur për shkak se kanë haxhin të meto ose qiran, do thënë kanë ngrënë një pjesë të mishit të tij, po në atë kohë s'ka pas frigorifer ose të ngjashme, atëherë e kanë terrë dhe e kanë coptu, e kanë ndarë riska dhe pastaj e kanë terrë, e kanë thah. Për këtë arsye janë quajtur edhe ditët e Tashrikut. Sa përket ndalesës ditët e Tashrikut ka nevojë për detajizim. Ka në hadithin e Abdullah ibn Umayrit dhe hadithin e Aishës radhiyallahu anha që e përmend Imam Buhariu se ata kanë thënë të dytë lem yurakhas fi ayam at-tashrik an yusanna illa liman lam yajid al-hadi. Ka thënë nuk është lejuar që ato të agjërohen përveç se për personin i cili nuk gjen kurban. Që do të thotë janë të ndaluara për personat e tjerë, edhe për haxhilert janë të ndaluara përderisa ata kanë mundësi financiare me pagu kurbanin, përderisa janë domethënë e kanë haxhin tamattu, ose nëse mund me shpjegoj shkurtimisht çka është haxhi tamattu, është kur dikush e kryen umrën në kohën e haxhit ose në muajt e haxhit, domethënë që fillon më herë pas Ramazanit dhe qëndron në Mekë, pastaj e kryen haxhin në të njëjtin vit. Domethënë ai ky personi është obliguar me prej në therr një kurban. Nëse i ka mundësi. Nëse ka. Nëse i ka mundësi të zban me agjëru. Nëse i ka mundësi me therr?
në qoftë se nuk e ka mundësit me therë, ose ka pas mundësit, mirë po e kanë humbë parat, ose jo është vjedhë ty në një shumë e parave dhe s'ka mundësi me therë, atëherë ai duhet të agjeroj disa ditë të cilat janë gjatë haqit, që është ka ardhur në ajetin kuranor, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum." Domethënë ajeti kuranor thotë kush nuk gjen, domethënë kush nuk gjen kurban, nuk ka mundësi me pagu kurbanin, atëherë le të agjeroj 3 ditë gjatë kohës së haxhit dhe 7 ditë kur të kthehet në vendin e tij. 10 ditë do ta kompenzojnë therrjen e kurbanit për haxhiun. Për haxhiun. E tash ai I cili është në haxh dhe nuk mund me therr, po mu I kam agjeru 3 ditë. Kur më agjeru këto 3 ditë? Më së miri është me agjeru, domethënë në këtë periudhën, për shembull kur të hynë në ihram, disa prej dietarëve thonë se është mirë që të hyhet në ihram për këtë njeri I cili din që nuk gjen kurban, nuk ka mundësi financiare me pagu, është në ditën e 6, 7, 8, pastaj shkon në Mina dhe pastaj shkon në Arafat edhe kryen ceremonitë. Po nëse dëshiron mundet edhe me agjeru ditët e Tashrikut. Që është më mirë që me shmang ditët e Tashrikut tekse që ka. Po. Mirë. Këto me çto hoxhe për mbledhen agjerimet e ndaluara për nga aspekti I ditëve. Mirë, e përmenëm edhe jo që ka disa agjerime që nuk janë të preferuara, janë të papëlqyera në aspektin fetar. Nëse kena me shtu diçka të kjo pikë para se me kalu të agjerimet? Mune me përmenë edhe ato që ka, dhe me thanë, disa djetarëve kam përmenë që është ndaluar, me gjitha për këtu ka më spajtime ndërmjet djetarëve, është ndaluar të agjerohet, dhe me thanë, dita që quhet ndryshe dita dyshimt. Dita dyshimt. Shumë mirë. Dhe me thanë, dita dyshimt, është ajo ditë në shumica djetarëve ditë dyshimt konsiderohet ajo dita një ditë para Ramazanit, që dhe me thonë është dita e fundit e muajit Shaban, dita e 30, apo është dita e parë e muajit Ramazan. Dhe me thonë fillimisht muslimanët kanë për detyrë me shiku honën, po në qoftë se kanë dalë edhe me shiku honën. Mirë, po aty ka pengu nga shikimi honës ndonjë pluhur, vranësin, mjegull ose të ngjashme, pa mundësi, dhe me thonë edhe s'kan pas mundësi me pa honën, atëherë ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të plotësu dita e 30 e muajit Shaban. Domethënë mos ma agjeru me ngrënë ditën e 30. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in uqumi alaykum fa ikmilu 'iddat Shaban 30. Thatë agjeroni kur ta shihni honën, bëni bajram kur ta shihni honën dhe qartë, domethënë kur ta shihni honën dhe nëse keni pas pamundur me pa honën për shkak të mjegullës ose rreve, atëherë plotësoni numrin e Shabanit 30 ditë. Kjo quhet, domethënë dita e dyshimt. A është ditë e parë e Ramazanit apo dita e fundit e muajit Shaban. Mirë, po ka në disa prej haditheve të tjera që është ndaluar agjerimi I kësaj dite. Specifikimi I kësaj dite me agjerim. Ka nga Ammar ibn Yasiri radhiyallahu anhu se njëherë ka qenë me shok ose me tabin të tjerë, ndoshta ka qenë prezent aty edhe disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo sjell një djele e pjekur dhe dikush prej njerëzve aty ka thonë në një magjerushëm se nuk mundem me ngrën, ka thonë men sama al-yawm alladhi yashku fihi faqad asa Abul Qasim. Ai I cili agjeron në ditën e cila është dyshim, atëherë ka kundërshtuar ditën e 30, domethënë edhe ka qenë ditë e dyshimt, dikush ka thonë për sigurinë po rri agjerushëm. Ama kjo lloj sigurie nuk kërkohet në këtë rast. Jo, është ndaluar, bile, domethënë sipas mendimit më të saktë është që është ndaluar rrepsisht, domethënë është haram që me agjeru. Përveç nëse dikush, për shembull, e ka zakon ndonjë lloj të agjerimit që e ka, domethënë për shembull ditën e hanë dhe tajt, edhe qëllon dita e fundit, domethënë dita e ajit ose e hanë, ose një ditë po, një ditë jo. Dhe ka qelluar kjo ditë, domethënë që të jetë dita e fundit e muajit Shaban, ose dikujt për shembull ka mbet kompenzimi I muajit Ramazan, qoftë mashkull apo femër, ose dikush e ka bën një agjerim, për shembull nedher me agjeru, atëherë këta përjashtohen. Specifikimi I ditës si ditë e dyshim për Ramazan ose jo, atëherë është ndaluar. Mirë, po nëse ka pas zakon, ose nuk e ka, domethënë ka qenë zakon e tij me agjeru, ose ka pas I kanë mbet disa ditë caktuara, atëherë nëse ka një arsye jashtë çështjes dyshimit Ramazanit,
ka tolerancë me mbri edhe atë ditë me agjeru, që me hinë Ramazan, sidomos nëse ka ndonjë kaza diçka me hi pastër. Mirë shumë, mirë, atëherë kalojmë pra te disa prej agjerimeve që janë përmendur në hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qortuar ose ka ardhur në transmetime nga ai. Edhe prej tyre është agjerimi i pandërprer gjatë gjithë kohës, se jam të dehër. Çka nuk kuptohet me këtë agjerim edhe pse është i ndaluar në gjendje? Ky lloj agjerimi nuk kupton atë lloj agjerimi i cili bëhet pandërprer, po me përjashtim të ditëve, domethënë të bajrameve dhe ditëve të shrikut që qartësuam që është ndaluar për atë i cili nuk është haxhi dhe i cili nuk domethënë nuk e gjen situatën me kurban. Me kurbana. Për ndryshe këto ditët të shrikut janë të ndaluara për njerëzit e tjerë. Domethënë ai i cili agjeron vazhdimisht, ka thonë unë për vete nuk e kam probleme agjeru, trupin e kam të shëndosh, po du me agjeru, po du me bë sabave. Zgjidhen një lloj asketizmi në këtë aspekt. Një vallaj zohdi, një vallaj asketizmi, thotë po du me agjeru gjatë tërë vitit me përjashtim të këtyre ditëve. Atëherë, a është e preferuar, a është e ndaluar, a është formës së prerë, domethënë ndalesa apo jo? Ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asit dhe hadithi Ebu Qatades, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte u informuar rreth Abdullah ibn Amr ibn Asit radhiyallahu anhu se ai agjeronte pandërprer dhe falte për çdo natë namazin e natës deri në mëngjes, domethënë të natën u falte. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjera që ka thonë Abdullah ibn Amr ibn Asit, i ka thonë la sama man sama al-abad. Në një transmetim tjetër la sama man sama ad-dahr. Domethënë nuk ka agjerua ai i cili agjeron vazhdimisht. Tash dietarët kanë mospatime rreth kuptimit të kësaj fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A është kjo kuptimi i kësaj fjale? Si i agjerimit? Është një sipas një mendimi thonë se kjo është dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kundër personit i cili vepron kësaj. Që nuk kupton domethënë kërcënim për to që mos agjeroft ai i cili e bën vazhdon domethënë agjerimin pa ndërprer. Mirë, po disa dietarë të tjerë thonë se nuk është për qëllim duaja, është për qëllim pohimi. Dhe këtu është për qëllim që ai njeri i cili e ka pas zakon ose ka bërë zakon që me agjeru pa ndërprer, atëherë si më thonë, ai nuk lodhet në agjerimin e tij, trupi i tij është mësu, prandaj sikurse nuk pa agjeron, ai nuk pendin atë far etjen dhe urin dhe domethënë nuk e merr shpërblimin e plot. Ky është ai dhe dietar kanë përmendur shumica dërmuese dietarëve sa i përket këtij hadithit dhe disa prej haditheve të tjera, domethënë kanë përmendur se nuk është e kategorisë së prerë ose domethënë ndalesë e prerë, që nuk kupton nuk është haram, mirë, po është e papëlqyeshme. Po është një lloj çortimi sidomos për ata që mos i mundet mi mundu ose çka vetë prej Abdullah ibn Amrit si një lloj pendese që të kisha pranuar lehtësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë sigurisht ka paralajmëruar pejgamberin sa që s'mundesh me vazhdu tani jetën me këtë agjerim. Mirë, kemi situata tjera të kësaj kategorie që është përmendur te fukahat, çështja e agjerimit e përmendëm më herët jo më shek të Shabanit, po si gjysma e dytë e Shabanit. Është një dilemë të dietarët këtë temë, disa hadithe në saktësim ose jo. Është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është transmetuar, idhan tasafa Shaban fala tasuma. Kur arrin gjysma e Shabanit, atëherë mos agjeroni. Ka mos pajtimi rreth saktësimit të këtij hadithi. Disa prej dietarëve kanë konsideruar hadith të saktë, sikurse Tirmidhiu dhe të tjerë. Mirë, po dietarët e shumë, sikurse Imam Ahmedi, Yahya ibn Ma'ini dhe disa prej dietarëve të tjerë, sikurse Abu Zura al-Razi, e kanë konsideruar si hadith të dobët. Prandaj kush e merr për bazë këtë hadith, thotë se është e papëlqyeshme që të agjerohet kjo pjesa mbetur e muajit Shaban. Natyrisht po flasim për ata njerëz që nuk kanë pasur zakon të agjerojnë ditë caktuar, për shembull ditët e hëna të hajit ose një ditë po ose një ditë jo, për këta nuk vlen, këta nuk hyn këto. Mirë, po është për qëllim me këtë hadith. Ata të cilët e pranojnë si hadith dhe veprojnë me të, çka është ndaluar në këtë rast? Në këtë rast është ndaluar që dikush për shembull nuk e ka pas zakon me agjeru. Dhe kur vjen muaji Shaban, si mos Ramadan më po don me agjeru me ngjit me Ramazan. Po, me ngjit me Ramazanin, ky është domethënë qëllimi i hadithit që ka përmendur edhe Imam Tirmidhiu në Ai vjen edhe nëse dikush ashtu agjeru vazhdimisht si të hanët ajte ditë bardhën ashtu në ditë po në ditë jo, sikur vjen te 15 që pak munal me pauzu me pushu.
A vlen edhe për këta kjo? Jo, se ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është ndalesa për këta, është se ai mund të vazhdo, sepse edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith po duam të citu, që ka të bëjë me pjesën e fundit të Ramazanit, la yataqaddaman ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ka thonë askush mos i paraprin Ramazanin me agjerimin e një dite apo dy dite. Përveç një personi i cili ka pas zakon me agjëru, atëherë le të agjëron. Pikërisht që ata që janë të rregull, pejgamberi ka dhënë tolerant. Edhe vetë praktika që është transmetuar pe Usamës e Aishës se nuk kanë pas se ka agjëruar më shumë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikurse në Shaban. Dhe më thënë, ajo ndalesa për qartësim është dikush se ka zakon agjërimin edhe veç ka qef me fillu prej 5 minuta. Megjithatë, edhe si hadith nuk është shumë i fortë, kështu që nuk muj me shtin ashtu atë kategoritë e ndalesave, sidomos nëse dikujt ai ka mbet në kaza diçka. Jo, kjo bën përjashtim. Nuk më thonë që jo s'ban tash ti me agjëru. Është interesant se Ibn Rajebi rahimahullah në ka një libër Ilal e ka përmend këtë hadith mesin aty në hadithet që nuk ka punu fuqahaja me ta. Interesant. Unë kam përmend këtë hadith. Edhe nëse është i pranuar tekstualisht, domethënë e përmend ta nga Tahawi, thotë kjo ka qenë mendimi i Tahawit rahimahullah, mirë po, siç përmend disa dietarë kanë punuar, kanë thonë është makruh. Po kush e konsideron këtë hadith sahih, atë punon ato. Mirë po e konsideron si makruh, jo si ndalesë. Ndalesa nuk është rigoroze. Mire, kemi ditën e Arafatit. Dikush agjeron, dikush s'agjeron. Çush është puna e kësaj dite? Dita Arafatit ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpërblimi, vlera saj shpërblimi për ata i cili agjeron. Do të thonë se ai kush agjeron ditën e Arafatit i fshin gjinat e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Kjo vlen për njerëzit të cilët nuk janë në haxh. Ndërsa se përket njerëzve të cilët gjenden në haxh dhe qëndrojnë në Arafat, në vendin Arafat, atëherë është e papëlqyeshme që të agjërohet kjo ditë në mënyrë që njeriu, domethënë, të koncentrohet në dua dhe në veprimet e tjera. Pse është ditë shumë madhështore, ditë shumë e vlefshme, ditë adhurimi, pjesa e agjërimit duhet po në mënyrë mos më dobësu. Mos më dobësu, më shfrytëzu për diçka tjetër. Sepse është edhe vendi, ambienti, vend hapësirë, njëri ka nevojë me pas pak fuqi trupore, se ka dhe lëvizje, sa prej aty mos ne duhet me lëviz Muzdalife e gjana. Domethënë urtësia profetike është e qartë në këtë aspekt. Po, ka edhe disa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përcjell një hadith, mirë pa është hadithe do, po ka hadithe të tjera. Për shembull, në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafa bi Arafa. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga agjërimi i ditës së Arafatit për ata njerëz që qëndrojnë në Arafat. Mirë pa është hadith daif. Mirë po ka hadithe të tjera në të cilat sipas tyre në kuptohet që është e papëlqyeshme, është makruh agjërimi asaj dite. E këtyne është hadithi Umar Fadl, e cila tregon se një herë ata sahabët që kanë qenë në Arafat bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam patën polemizu a është agjëruar shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Dhe thotë unë kam dërguar një gotë me qumsht dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pijet gotë me qumsht duke qenë mbi deve. Prani krejt sahabëve. Duke vëzhguar ata, domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përmendet edhe nga Mejmunja se kështu ka vepruar. Edhe Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu përmend se është pyet rreth agjërimit të kësaj dite, ka thënë se kam po haxh me pejgamberin alayhis salam me Abu Bekr, me Omer, me Uthman radhiyallahu anhum dhe asnjë prej tyre nuk e ka agjëruar këtë ditë duke qenë ata në Arafat. Edhe kjo hoq sigur po lidhet realisht me ditën e Kurban Bayramit, me ditët e Tashriqut, janë këto ditë e haxhit, cilat fokusi është te adhurimi i haxhit, ritualet e haxhit, jo te agjërimi. Po. Mirë, temë tjetër, se situatë tjetër është veçimi i disa ditëve në mënyrë specifike e konkretisht dita e xumës. Çka është tema e ditës xumës me agjërimin? Kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull në njërin prej haditheve që është hadithi Buhari dhe Muslim ka thonë la yasumana ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Do të thonë askush mos agjëroj për juve, asnjë për juve mos agjëroj ditën e xumës përveç se nëse ja bashka ngjet ata me një ditë përpara apo pas saj. Do të thonë ditën e njëjtë apo ditën e shtunë. Do të thonë mos më specifiku. Mos më veçu. Dhe kjo hadith edhe hadithet e tjera tregojnë se ka një ndalesë. Mirë, për të shumica dietarëve kjo ndalesë nuk është asaj në, domethënë kategorisë të
matnalit, do të thonë kur ndalesa në kupton që është haram. Mirë po është një njeri agjeron nuk është se do të thonë nuk është se merr ndëshkim ose merr gjëna. Ama s'paku më preferuar është që nëse veç vendos me agjeru atëherë le ta bashkan gjetë një ditë për me arrit këtë urdhër profetik. Po. Edhe është ai hadith e Juwairijës që ka një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa Juwairijën radhiyallahu anha duke agjeru ditën e xumës, ka thonë a ke agjeru dje? Ka thonë jo. A ke do të agjerosh nesër? Ka thonë jo. Atëherë prishe, ka thonë agjerimin. Do me thënë, dita e xumës duhet mu respektu, jo vetë, po me një ditë para ose një ditë mbrapa. Mas ditës xuma, kena ditën e shtunë dhe o ma edrake me sept. Dita e shtunë është problematike edhe të muhaddithin dhe të fukahat. Na elaboro shkurtimisht çka është tema. Sa përket ditës së shtunë, nëse mund me ndërlidh me të hadithin që përmendëm ose dy hadithe që përmendëm, që në kuptohet për aty në dy haditheve se dita e shtunë lejohet të agjerohet në qoftë se bashkangjitet me ditën e xumës. Kjo është, domethënë, ajo që aludojnë ato dy hadithet. Ato dy hadithet në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Ndërsa është një hadith për të cilën ka debatuar dietar ta është hadithi saktë apo jo. Hadithi Sammas ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yasumma ahadukum yawm as-sabt illa لفريضة لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها ka thonë mos ta agjeroj askush prej jush ditën e shtunë përveç se për ata që ka obligim të agjeroj, do të thonë sikur se agjerimi i Ramazanit ose ndonjë obligim tjetër. Nëse askush prej jush nuk gjen diçka që më prish agjerimin përveç se ndonjë fletë rrushi, apo ndonjë, do të thonë copë degë e drurit, atëherë le të përtyp. Ky hadith mas pari ka mos vajtimi ndërmjet dietarëve është hadith i saktë apo jo. Nga aspekti transmetimit. Po, sa përket këtij hadithit dietarët e mëhershëm e bojnë hadithin daif. Për shembull, për aty që kanë bërë hadithin daif janë shumë për aty dietarë të mëhershëm prej sikur Imam Ahmedi, Imam Nasaiu, kësaj shkencë. Imam Maliku ka thonë ky hadith është rran, do të thonë hadha kadhib, ka thonë. Po ashtu Imam Zuhriu, Imam Auza'iu, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ibn Qayyim, Ibn Hajar rahimahullah, të gjitha kanë konsideruar se hadith daif, kanë fol edhe në aspektin e senedit, se aty ka thonë transmetime të ndryshme, të cilat janë në forma të ndryshme që shkaktojnë nebojnë hadithin që quhet në, do të thonë hadith muttarib, hadith një prej llojeve të hadithit daif. Mirë po kanë thonë edhe qëndron edhe në aspektin e fjalëve që janë këtu ka problem, sepse vjen ndesh me hadithet e tjera. Për këtyne ato hadithet që përmendëm. Sipas këtij hadithi nuk bën me agjeru ditën e shtunë përveç se nëse është agjerim farz. Ndërsa ato të tjerat janë që domethënë janë që realisht domethënë për çti koncepti i bën që veç në Ramazan ose në obligim që e ki, përndryshe as kur bën ditë që janë përshtatshme të sunetit, ditë Arafatit ose ditë tjera që mundën ditë bardha kështu me radhë. Mos më agjeru për shkak këtij citati. Po pavarësisht këtyre, a ka hadithe që veç me veçu ditën e shtunë, jo për aspekt fard, po vullnetarisht më agjeru. Dikush don më agjeru veç ditën e shtunë për çef. Në sajt këtij hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas shumti që e ka agjeru ka qenë dita e shtunë edhe dita e diell, se ka dashur me i kundërshtu, domethënë e thar ehli kitabin. Mirë pa hadithi nuk është i saktë, nuk është hadith i saktë. Sa përket këtij hadithit vetëm domethënë është ky hadith i cili për të cilin për shembull nëse dikush themi se konsideron si hadith të saktë dhe pastaj aty është i formës prerë apo jo, se disa shumica dietare që kanë konsideruar si hadith të saktë kanë thonë është mekruh. Nuk është haram. Domethënë edhe nëse pranojmë rigoroziteti i tij nuk është i ndalesës prerë, por për çortim edhe për keraha. Mirë, po më saktë është që domethënë agjerimi i ditës ashtu është i lejuar. Për arsye se hadithi është daif dhe domethënë nuk ka ndonjë argument të fortë. Që vjen sidomos kur vjen kjo tema e ditës Arafatit, mos më bëj shumë dilemë debat, se është një gjë që shumica dietarëve domethënë ose kanë konsideruar mekruh ose disa prej tyre kanë konsideruar për shembull Ibn Taymija rahimahullah ka konsideruar që është e lejuar. Domethënë kanë konsideruar që është. Po gjemi ka fundi është përmend edhe veçimi ose madhërimi i muajit Rexhep, shkurtimisht para se ta përmbyllim. Çka është thënë për këtë temë tek fuqahat dhe dietarët?
në kohën e xahiliyetit e kanë pasur ata, domethënë, Muajt e shenjtë. e kanë madhëruar disa prej muajve të shenjtë, mesin e këtyre muaji Rexhep. E kanë madhëruar, e kanë konsideruar muaj të madh dhe për këtë arsye ka ardhur nga Umar ibn Khattabi radiallahu anhu se ai i ka obligu njerëzit që të hanë gjatë këtij muaji, bile disa prej ditëve, në mënyrë që mos me madhuru dhe i ka thënë njerëzve që ata banorët ose ata që kanë qenë në periudhën e ignorancës e kanë pas zakon me e madhuru këtë muaj, atëherë për me kundërshtu ata, atëherë me u dallu prej tyre. Kështu ka ardhur nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dhe disa prej dietarëve përmendin se ka konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje, domethënë veçimi i muajit Rexhep. Domethënë nuk është praktik as profetike, as sahabe, as dietarëve të mëdhenj që kur hyn në muaj Rexhep me ju përkushtu agjërimit, sepse duhet mu dallu pak nga praktikat e xahilitit. Edhe realisht me u angazhu më përforcu për Ramazan. Mirë hoxhë, emisioni shkoi shpejt, kënaqësi që ishim bashkëbisedim, do të shpërbleft. Atëherë shikues të nderuar, ne këtu ju përshëndesim me shpresë që takohemi sërish. Mirëmbëjtje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.